Pas rënies së nivelit të lumit Vjos, ka nisur menjëherë punimet për pastrimin e territorit në afërsi të Pasenit dhe zonave përreth. Ndërhyrja po kryhet nga ndërmarrja e shërbimeve publike e Bashkisë së Vlorës, e cila është angazhuar me mjete dhe punojës për normalizimin e situatës dhe rikthimin e zonës në gjendje sa më të shpejt normale. Fillimisht puna është përqendruar në zonën pranurës së vjetër të Mifolit, një nga pikat më problematike pas daljes së lumit nga shtrati. Kjo zonë u mbulua nga sasi të mëdha balte dhe mbeturinash të tjera, të krijuara si pasojë e përmbytjeve dhe rrjedhës së fuqishme të lumit. Ekipet kanë ndërhyrë për largimin e baltës, mbetjeve urbane dhe materialeve të ndryshme që u grumbulluan gjatë ditëve të fundit. Pjesa më e madhe e mbetjeve të mbledhura kanë qenë plastike, kryesisht shishe, qese dhe ambalazhe të ndryshme, por nuk ka munguar as trungje drurësh dhe deg të sjella nga rrjedha e lumit, të cilat kanë bllokuar zona të saktuara dhe kanë vështirësuar qarkullimin. Pas tërheqjes së ujit kemi nisur menjëherë punën për pastrimin e zonës. Prioritet kanë qenë pikat më të prekura, ku ka pasur grumbullime më të madh balte dhe mbetjesh. Qëllimi është që territori të rikthehet sa më shpejt në gjendje normale dhe të shmange problematika të tjera. Aksioni i pastrimit nuk është kufizuar vetëm në territorin pranurës së vjetër të Mifolit. Paralelisht, ekipet e shërbimeve publike janë angazhuar edhe në zona të tjera të prekura nga rritja e nivelit të Vjosës, veçanërisht aty ku mbrëmjen e së njëjtës u ndërmon masa emergjente për të parandaluar përmbytje të mëtejshme. Konkretisht, ndërhyrja është shtrirë edhe në territorin ku u realizuar rrethimi me inerte, një masë e marrë për të shmangur daljen e lumit drejt zonës së fitores. Edhe në këto zona, pas tërheqjes së ujit, janë konstatuar sasi të konsiderueshme balte dhe mbetjesh, duke e bërë të domosdoshme ndërhyrjen në mjeteve të rënda. Puna e pastrimit do të vijojë edhe në ditën në vijim, duke u shtrirë në të gjithë territorin e njësisë administrative të Novosel, një nga zonat më të prekura nga dalja e lumit Vjos. Në këtë zonë, vëmendja do të përqendrohet kryesisht në pastrimin e rrugëve, të cilat janë mbuluar nga balta dhe papastërti të tjera, duke vështirësuar lëvizjen e mjeteve dhe banorëve.